gëzuar shqiptar kosovar që gjindeni në tërë botën 2026. Sot do bëjmë parashikimin për Kosovën dhe kosovarët të këtij viti 2026 në të gjitha fushat. Më ndiqni për më tepër këtu në TikTok dhe në YouTube dhe në rrjetet sociale. Jam Erita Cake, terapiste energjetike, analitria e artave të shpirtit të çdo personit, të kontratës të shpirtit, ati parashikimit që pse kemi ardhur, çfarë erdhëm të bëjmë dhe ku do shkojmë, e analizës të nga viti në një vit vetëm me ditën e ditëlindjes, analizën e marrëdhënieve tuaja kryesore me prindër, me njerëzit më të afërt, me bashkëshortët e bashkëshortë, partnerët dhe shumë të tjera dhe analitria e artave të shteteve dhe të personave që jetojnë në çdo tokë të atij shteti. Sot do japim në vija të përgjithshme në të gjitha fushat analizën e artës të Kosovës, e cila është e lindur në 17 shkurt të 2008-s. Kush kërkon të mësoj për Shqipërinë, mund të shikojë videot e tjera në YouTube dhe këtu në TikTok. Shtyp zemrën që të më japësh dhe mua kurajo për kohën që shpërdoroj dhe të bëjmë ndryshimin e energjisë, se vetëm kur japim dhe marrim dhe çdo gjë është në balancë, atëre dhe ti do jesh në balancë. Për Kosovën, Kosova do jetë në 2026 viti pjekurisë, i pastrimit karmik kolektiv dhe forcimit të zërit të brendshëm. Kosova kalon nga reagimi në vetëdije dhe qëndrimi. Është ky vit që del në dritë e vërteta ajo që ka qenë e fshehur. Njerëzit lodhen nga premtimet dhe kërkojnë strukturë reale. Fillon ndarja mes atyre që duan të ndërtojnë dhe atyre që mbajnë të kaluarën. Politika dhe shteti 2026 sjell pastrim figurash dhe riformatim rolesh. Presioni fort për përgjegjësi dhe transparencë. Kosova nuk pranon më të ndërkembet, energji e fort e sovranitetit. Marrëdhënie ndërkombëtare kalojnë në test besimi. Këshilla energjike, shteti forcohet kur ndal së kërkuari aprovimin e jashtëm, por të qëndroj në këmbë të tij. Ekonomia dhe puna, vit rikonstruktimi, jo shpërthimi të menjëhershëm. Rriten biznesen familjare, artizanale, në qoftë se keni biznes ose doni të hapni një biznes të ri, biznes shërimi, edukimi, teknologjia e thjeshtë. Biznes shërimi, edukimi është dhe kjo që bëj unë si terapiste energjetike. Emigracioni vazhdon, por shumë kthehen me mendje tjetër. Mësimi. Paraja vjen kur puna ka kuptim, jo vetëm mbijetesë, sepse deri tani dhe Kosova dhe shqiptarët kemi jetuar për të mbijetuar. Populli dhe psikologjia kolektive. Do ketë lodhje emocionale të vjetër dhe e cila do kërkoj të dali në sipërfaqe. Zemërimi i akumuluar kërkon tani shprehje. Njerëzit kërkojnë dinjitet, jo heroizëm të rrem. Është vit shumë i mirë për terapi, dhe ndaj jam këtu, punë shpirtërore, sikush për veten e tia, shërim familjar dhe sistemik, këtu mund të them që sistemi përfaqësik transformues 333, metoda që kam sjell dhe në Shqipëri për herë të parë dhe në Kosovë, dhe është bërë një grup në Kosovë, është mënyra më e përshtatshme që të lirosh të gjitha bllokadet e paraardhësve dhe të vetes tënde deri tani. Energjia nuk do na lejë më të flejmë, por na kërkon që ne të punojmë me veten tonë dhe me paraardhësit dhe çka ka ardhur nga ata. Prandaj jam këtu për të ndihmuar. Gjithashtu edhe për të marrë këtë trajnim në për shkolla të ndryshme, psikologjike, edukator, mësues, psikologë dhe shumë të tjera.
Kush është i interesuar mund të më shkruajë në Telegram, në Viber ose WhatsApp në telefonin 0030, që është prefiksi Greqisë, se jetoj në Greqi, 699 321 2637. Vazhdojmë, marrëdhëniet dhe familja. Prishet modeli duroj për hir të tjetrit, që ka patur shumë të theksuar Kosova. Shumë ndarje, por edhe lidhje të pastra do kemi. Gratë zgjojnë në fuqinë e tyre pa luftë, dhe gruaja kosovare ka një energji shumë të fortë. Energjia femërore në Kosovë fillon të shrohet thellë, dhe jam këtu për të gjitha ju femrat që keni nevojë të mësoni dhe të lidheni me dritën tuaj dhe të mos luftoni dhe të mos mbijetoni, por të filloni të jetoni dhe të shprehni dëshirat tuaja, të shprehni gjithçka që ju ka ndaluar brenda jush, të vërtetën tuaj. Rinia dhe ardhmja. Rinia nuk bindet më verbërisht, kërkon liri, por edhe drejtim. Kush shumë talente që duan mbështetje, jo kontroll, do të lirojnë në këtë kohë. Kush investon në rini, me zemër fiton të ardhmen. Për të gjithë ju të rinjtë, jam Erita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajnere dhe mësuese për zgjimin personal dhe zgjimin shoqëror. Jam këtu për të gjithë ju që ju udhëheq me dritën tuaj, që të shkojnë përpara çdo gjë që ju dëshironi dhe të lidheni me veten tuaj dhe të vërtetën tuaj. Mesazhi shpirtërisht për vitin 2026. Kosova nuk është më fëmijë. Ajo po mëson të qëndroj drejt, pa kërkuar lej, do më thënë me prani. Këto paka shumë, më ndiqni tek videoa tjetër për të mësuar çdo bëhet në Kosovë nga muaji në muaj. Gjithashtu mund të jap informacione të jashtëzakonshme për të gjithë ju që doni të bëni artën tuaj personale, parashikimin tuaj për vitin 2026 si persona, por gjithashtu dhe në qoftë se keni bërë dhe artën e përgjithshme, kontratën e shpirtit, pse zbriten tokë, çfarë dhe të bësh, kush është mësimi jot, kush është misioni jot, kush është fuqia e shpirtit tënd, kanali parave, si hyn parat, si balancohen, si shufishohen. Çfarë të sill ty në depresion, karakterin, destinacionet e shpirtit nga mosha 20 deri në 40, 40 deri në 60, dhe mbi të gjitha, çfarë marrëdhënie duhet të kesh dhe kush do jetë partneri juaj ideal, bashkëdhëtar, në çfarë dite është i lindur ai, si duhet të sillesh ti, çfarë merr nga gjyshës tërgjyshët dhe nga paraardhësit, çfarë detyra ke kashi atyre dhe çfarë dhurata merr ti nga ata. E shumë informacione të tjera. Mundet të më shkruash në Telegram, në WhatsApp dhe në Viber. Dhe të mirëpres. Dhe më ndiq për video tjetër, shpërndaj këto video në rrjetet sociale, në miqe dhe shok, dhe në ata që i do dhe që nuk i do, sepse dikush nga ty mund të interesohet të bëjnë diçka ndryshe dhe të mësoj të vërtetën e shpirtit që të bëjnë ndryshimi në këtë vitin 2026, sepse e gjithë energjia do na çojë që të arrijmë në 2030 drejt bashkimit, drejt balancës tonë ndërmjet gjinisë femërore dhe maskullore, të mirës dhe të keqes, që të vijë ekuilibri në të gjitha fushat. Ju dua shumë kosovar, ju kam thënë, ju them dhe do t'ja them sepse ju keni një zemër të madhe, një dashuri të madhe, por keni vuajtur për të tjerët dhe keni mbajtur shumë, por erdhi koha të lironi.